shumë shumë lopin edhe në ndryshën restoran dhe diska përzirë në duket hera parë. Përshëndetje, hera parë, një restorant gjigant që beta i manitën. Mirë. Mirë se erdhe, sot kemi me folë për një promovim të ri tuaj, po me lërë për pak ma vonë, s'pare për janë njësë sot për të tjera që zakonisht ju në Me knatësi. Për përsej që për ndihesh mirë edhe rahat. Kur ma bukur jo. Edhe me sigurit kujtohet hera parë në skenë. Hera parë në skenë. Hera parë në skenë ka qenë shumë më herët, mirë po kam qenë me një festival, koncert i shkollës, edhe kur kam dalë në skenë, dhe më thonë, e kum pas edhe atë frikën e publikut, se isha, dhe më thonë, hala pa hynë klasë parë, pa flasë për foshnjore, apo para shkollor tash, si e quim, a i ka qenë një moment që kur nuk ka arrej, me ato këmishat e bardha që na veshin njësoj si djemët, si vajzat. A ishtë moment shumë i bukur, ka pas ndërkohë pa tjetër duke u rrit, kemi pas edhe programe tjera, edhe veçoj prezentimin, kur kom fillu, pak më i madh. Si profesionist? Mund ta them, mas junior. Kur kom fillu, dhe me thonë, më kujtohet momenti i bukur, kur kam marrë pjesë në programin festiv vitit të rria, të atërë shëm gëzuar me Qumilin, kam qenë shumë mirë me një kongë, du me pi një gotë raki dhe sot asaj dite, dhe me thonë, edhe sot ka momente të bukura prej njerëzve që kujtojnë ato momente, ka pas shumë fëmijë që në thjeshtë, nej, du me pi. Po, edhe ato, ajo gjithmonë do të... Shumë, bilim, isha me një emision në Safir dikun tjetër, edhe bona një potpëri, por 3 kongë ishin me raki. Kur përfundova, më tha personi që isha Musafir aty, tha pse një këpiqe një pëdrum pije, dhe kongë me raki. Një pëdrum. A u konë më dhe si fëmijë me konë gjithmonë muzikant? Apo ke posë nëj andër tjetër, në profesion tjetër? Me thonë drejten, nuk kam pasë nëj hobi tjetër, të një se sportin nuk ma ka dasht kur shumë, të regon edhe shëndeti, nuk ma ka dasht shumë, kështu si fëmijët që në kohën time për shembull nuk kanë ekzistuar ndoshta moshën feminore, flas, këto kompjuterat si që jenë sot abdi, teknologjia konë pak ma për këtu kene, nivellet ma tull, edhe kështu që gjithmonë ju marrë me kongë, edhe pse e gëzoj me traditë familjare, gjithmonë kongën e kom pas shpirë. Mirë shumë. E shë mirë me politikë? Kur se kom mendu atë punë? Me politikë edhe me muzikë bashkë, nuk shka? Nuk shkan sepse politikat në momentet bën edhe krijon edhe hasmëri me publikun, ndërkohë ndoshta që e publik do të aktohet me ty dhe dikon tjetër, edhe vjen shumë keq me zhgënjy publikun të po. Veç në skenë, veç me muzikë. Temperaturat e nxehta në kongë këto ditë për krahasim me sot se na fladite pak me pak shiun për ato. A ke mujt mi përballu apo mund të mi përballu këto ditë nxehta? Edhe përkundrazit, edhe herë thash, peshës time mirë i përballoj, po dashti Zoti edhe pak e fladiti kjo punë. Po mirë i përballoj. Më thash se ja ke filluar këto ditë pak para intervistës me ecë ka pak të mirë me sport. Po, kom fillu me ecje, jo me tjera gjëra, kom provu me fitness. Po, kom provu me fitness, të jemi sinqert, nuk kisha durim. Nuk kisha durim mjaftueshëm, nuk e di pse, e ecja më ka ndihmu shumë, kam ra pak në peshë, po nuk e kam problem, do më thonë që e kam një kompleks për asaj pune. Veç për qef, kështu të ndihem mirë, falë Zotit, ndihem mirë, bilim shumë njerëz ku të më shifshin rrugë duke ecë, aty në për rrugë tona, fushat tona të Gjakovës, o edi, mos e ti nuk bën me hu kile se tu bëzone, ta shorë nuk tu bëzone rrinë se Zotit e ka dhonë, po kilet me heko mirë. Mirë, ja vlenga në medalë, se është redaksion. Ashtë. Apo del ku më shku me pushim këto ditë verës, më shku me pishinaj, apo... Pishinat, me thonë drejtë, nuk kam shumë dëshirë t'i frekventaj, për arsye që të higjienës, nuk e di sa do t'jetë niveli i higjienës, mirë po breakdancing, masi dashti Zoti tash edhe nuk ka bo offer, ndoshta nuk ka mundësi ta caktoj si përpara që ka qenë një 10 ditë apo një 2 javësh. Po shumë mirë, po të paktën 3-4 ditë, 2 ditë, 3-4 ditë, rruga mirë për 2 orë gjys, ku të dush ofër e ki. Nder shtëpis, një onin prezerën e kish pasit letrën e nderë, shes shtëpin 2 orë largë,
Bregdeti. Edhe ku kanë thirrë njerëzit, ka thonë Prizren, ka thonë çush Prizren, ka thonë pse është më larg detja. Kështu që kemi shumë afër. Tash autostrada është. Mirë. Me siguri edhe të kine pjetë të preferume, sidomos ditëve të nxehta. Cila është ajo ditëve të nxehta që e preferon më shumë? Me thonë drejtën, pjetë alkoolike nuk i preferojnë, jo që nuk i pi më stasi, po në veç rrallë me shoqëri. Po pije këto me sheqer shka përmbajnë, i kom ikë gjitha vijë. Ujnë e kom provu, ujnë pa gaz e kam pak problem, ujnë me gaz shumë e përdori. Ujnë me gaz? Ujnë me gaz e përdori, shumë nuk e di pse, po ashtu më ka me, të paktën gazirunet, gjitha lanxhet i kom hek, mirë po ujnë me gaz prapë se prapë e përdori. Me ushqimin gjatë verës? Ruhem, sepse jo që nuk kam dëshirë të frekuentoj ushqim, sepse tash lokalet i mbut mira. Me lloj-lloj ushqime. Me lloj-lloj ushqime, është mrekulli gjithkund, mirë po i ruhem stomakut, domethënë mos të kemi ndaj çrregullim, sepse kjo jeta jone natës është pak ndryshe, bioritmi krijon atë çrregullimin, e mundon metabolizmin ta kom në nivel, për shkak që të jemi sinqert aty ku do të qëndroj për atë natë. Mirë shumë. Po thuhet jeta natës muzika. Po. Na e dim që kënon muzikë popullore. Po. Po lloje të tjera të muzikës atë pëlqejnë. Po. Për shembull si hip-hop, R&B edhe të tjera të moderne. Po më shumë jam i drejtuar për shembull ka muzika klasike. Muzika klasike kam frekuentuar dhe këngë të muzikës klasike sepse me zo, domethënë jam i caktuar tenor një. Edhe kam provuar edhe këngë të madhe të Luciano Pavarotti, të cilat më kanë pas sukses. Kanë treguar në atë pjesën time sepse Luciano Pavarotti ka qenë i paparë, që thonë shqiptar, i pazaventësueshëm, mirë po prapë se prapë edhe tonë ka po Placido Domingo, muzikë klasike më shumë, mirë po pse jo edhe muzikë reggae më pëlqen. Reggae ato kam kështu për shpirtin, jo që mundon ta këndoj, mirë po ta ndëgjoj kam dëshirë. Bob Marley për shembull. Bob Marley, artisti preferuar? I preferon. Okej. Për diçka se kanë ditë ashtu. Jo, nuk e kanë ditë desa. Se kanë ditë tash më rrobë. Faleminderit për mundësinë. Personi më sharrak që një jetën tonë. A ki për këtyne personave që të rafojnë, që janë fane? Që mbojnë me qesh. Që mbojnë me qesh, unë nuk i kam shumë larg, i kam mena ekipes time. Ekipes time, i kam gjithë shokë të mirë, orkestrën lirike që bashkëpunojmë tasha shumë vite. Mirë po, ajo është mik edhe i shumë njerëzve këtu në televizionin 21, është Rëgjepi, me klarinet. Ajo është numër 1, edhe kushtojimi për qesh atje, se e din, dhe më thonë, ajo është njëri shumë i veçantë se na bën gjithë dhe edhe aty në momente ku ne nuk ndihem për shembull mirë sepse njeriu asnjëherë nuk është njësoj. Mirë po ai gjithmonë mundohet ato, nëse edhe vetë nuk është mirë mundohet që njerëzve mundohet tjerë më i bo. Ajo është prapë. E përshëndesim nëse të është intervistash. Ndërkohë që na falem për personin e Sharak, dhe me ditë udhime të ki shumë udhime shkaku i tasmave, shkaku i mbrome dhe ndryshme. A pëlqejnë më shumë udhimet me tren, makinë, anije, apo aeroplan? Valla me makinë, me thonë drejtën. Aeroplanin e kam pak fobi. Nuk e kam pas shumë, kam pas problem gjatë fluturimit, mirë po edhe ajo tash më ka kriju një farë fobie, jo që sa ty një zotë e din qa bën vaki, një po është një farë lloj fobie nërësia ato, pak e kom fobi. Treni nuk është që nuk du mi frekontu, po nuk e di, nuk kom pas në njerëz të veçantë jashtë për shembull në Zvicër, kështu për qytetet e në qytet Abdim, pëlqeshin natyra me pa, kishe mundësi me pa, për ndryshe makinën e preferoj. Cile është vende që të ka pëlqyer më shumë deri tash që e ke vizituar? Kemi vizituar shumë vende, po përshtypje më shumë të që më ka lënë, flas për Evropë nëse flasim, më ka lënë Zvicra, domethënë dy qytetet Montreux-Vevey, është një qetësi e papare, aty ku është edhe busti Charlie Chaplinit. Aty kam vizituar, se domethënë edhe është shumë karakteristikë se prej qytetit tjetër kalon në qytet tjetër pa u nda fare.
Aty kompani qetësi, kompani njerëz më të qetë, më aty ai më kalon përshtypje. Si që nësa kemi nevojë dhe na kanë jam. Ndoshta sepse unë dinamikës. po, ndoshta sepse unë e du qetësi, ajo më ka pëlqyer më atëherë. Pak më herët pyeta për sport, apo merresh me sport. Na e dim që ka sporte ekstreme. Po. Kështu që zumi provu një në dy sporte ekstreme, si me parashutë ose bungee jump. S'djep ke shmajt parashut. Nuk e di ndoshta kisha provu. Nuk kam marrë iniciativë, po ndoshta më dhonë rasti, s'pedi. Nuk shkojmë. Nuk du t'i gënjej publikun apo shikus, sepse pa provu, do më thonë pa marrë iniciativë, nuk mujmë me të dhënë përgjigje të saktë. Nëse na herë ndodh, gjithësisht më na tregu. Ja po patjetër. Me kënaqësi. Na duhet. Okej. Sa gjut huja i dena, a je këtë... Fatkeqësisht jo, valla, jo. Fatkeqësisht nuk di, edhe pse është desh, sepse darsmat, për flas për darsmat, aty ku ne këndojmë, kemi shumë raste, kemi nivel më të lartë edhe gjithmonë do të jetë dikush i huaj, një ambasador, një asir. Unë këndoj këngë italisht si stregova, këngë anglisht, këndoj, po fatkeqësisht nuk di ti respektoj, ti përshëndes në gjuhën ma shumë internacionale, gjysi është gjuha angleze, po nuk e di ndoshta të ardhmen do të provoj të pakten gjanat elementare ti. Na i fjallë edhe të. Po edhe pse përmes këngës mos i dini italisht dhe anglisht. E më vje pak mundi, kur e ftoj dikon, tha ma di gjuhën angleze, po. Hajde, unë e foli shqip, ti përkthej për shembull anglisht. Pse ndoshta një gjë më i bë dhe vet, po është pak e bazdore gabimi im. Mirë. A je gjithmonë në kohë, në takimet e tua, ose në punë që kemi bërë? Po, A je person që i respekton? po, shumë i respektoj, bilin sot rrugës duke ardhë, kishte koha, ishte pak më ndryshe si... Nuk e prita në kitë verë, edhe 10 minuta vanes, telefonova i dirin edhe i thasht lutëm, thasht se ndodhi për ndryshe, kam qenë të pak të 5 minuta, unë me qenë për para. Për sot s'ka lidhje. Për sot kërkoj falje. Okej, cilat janë ato shprehi tua që zakonisht i komenton në rrethe edhe grupin në cilën zakonisht jeni bashkë me njëri tjetrin? Po shprehit e mia me grupin, me shoqërinë, thash kur të bon shumë kohë që jemi gjatë o fjala, kur të fillojmë sezonin e punës, shprehit e mia gjithmonë me marr, me pas mundësi me marr me gaz, mi kalua. Di do më thonë se kalon një farë monotonie, po. Po, edhe kema tipin që ta përmenda parë, që i kemi tripat. I kemi tripat. Okej. Tash është tua në folë për projektin e fundit. Projekti i fundit, veror, interesant, pak më ndryshe. Unë e kom premtu, ndoshta pak edhe më herët, mirë po në kom caktu me datë, kështu që kërkoj faljes pari publikut, fansave, që s'kam pas mundësi t'ju dhuroj më herët, mirë po gjithë e kam pas në kohë që për sezonin e verës, këto temperaturat larta, t'ju sjell diçka verore, një farë flladi veror. Edhe në bashkëpunim me produksionin Sfart, kemi realizuar një videoklip, një këngë shumë me sjell edhe diçka për një moshë më të re. Kam pas kërkesa pse e di, provon pse e di nuk bën, kam thonë do të vijë koha, edhe mendoj që kemi qëllu mirë kësaj radhe. Sidomos po të ndërto pse jo. Po, edhe ta shohim, t'japim rastin ta vlerësojnë vetë publiku, edhe për kënaqësi shumë të madhe, duke falendëruar ju për mundësinë e dhënë si premier t'jetë tek emisioni ju një kafe me lavin. Këto muzikën kush e ka bërë? Alban Fortuna. Alban Fortuna. Edhe orkestrimin. Edhe orkestrimin. Po teksti? Arsim Bunjako. Arsim Bunjako, edhe videoklipin e keni bërë në Shqipëri. Po. Edhe nëse më lejohet, një falënderim i vogël sepse dikush duhet me dhënë mundësi me të kriju hapësirë për realizimin, unë e falenderoj shumë EcoArt, cili na ka dhënë mundësi që na të shijojmë ato vende të bukura, duke na ndajt mbrapa me anën financiare. Edhe kemi pas mundësi që më shumë të lëvizim se sa që kemi mendu. Ishte pyetje vetëm Edi, mirë po deshin edhe orkestri për mbrapa, po të shkëshin më shumë ishin
kuptohet shpenzimet më të mëdha, edhe duke i falendëruar EcoArk na pata mundësi të realizojmë. Mirë, super. Këtë klip kam me po tash pas intervistës. Cila është përshëndetja jote, ama përmes një këngës, ose projektit fundit, ose një që zjedh për një refren vogël për këtë ata që ndjekën për këtë intervistë. Unë e thash për Raki kom kënu shumë, edhe gjithë e din, edhe mu ka lidh ashtu të shumë albumet mijat, një pasi premier një këngë për Raki. Po kësaj radhe, po jap një fragment vogël nga refreni i këngës fundit, projektit fundit, po. Fol thani, nuk kam arën dashuni, fol çfarë ke në shpirt, po kam qef thani me dit. Fol mos ke der, e di që je e sinqert. Fol mos prit ma shumë, që s'ma thua ta themon. Kedi falenderoj shumë që zgjedhën me qenë një kohë një labën në intervistën. Diçka për fund? Faleminderit shumë edhe një herë, nëse më lejoni t'ju falenderoj juve që më datë rastin për premierë të videoklipi, sepse ashtu mu ka realizu andra si kam pas dëshirë të realizojnë në Riviera të Bukat Bregdetit për verë, edhe ta promovoj tek ju. Faleminderit shumë.